me ata që ke në nominim. I pari, i dyti dhe i treti, se ke 3 veta nominim, nuk është vetëm një. Dhe ti do të përballësh vetëm atë gjën. Nëse të ndihmon dikushi, të bën dëm. Nëse të ndihmon dikush, po mendon se ndihmon dikush, të bën dëm. Do përballësh vetë, ja del si ja del. Tani ikim te kjo gjëja. Po dalë gjëja tjetër e biletës, që nëse të rastis ty që publiku të nxjerr me vota për jashta, e kupton? Se është kë do shpëtoni. Nuk është se kë doni të nxirrni jashtë. Kujdes, është kë do shpëtoni. Pra ka shumë njerëz që shpëtojnë. E din ti çka ka thënë Ligjënia. E thamër, se s'e ke dëgju. Kë do shpëtoni është pyetja. Okej. Se ke dëgju, pra i rrie vëmendshme. Ashtu ai tha, kë do shpëtoni dhe fjala kë do shpëtoni ka një ndryshim shumë të madh me kë doni që dali jashtë. Pra publiku voton kë do shpëtoj dhe publiku nuk matet, nuk dim. Se sa pak njerëz nuk duan që të shpëtojnë këtë. Duan që shpëtojnë atë tjetrin. Nëse del në minorancë tek shpëtimi i publikut, ai ka një fat shumë të madh, që ka një bilet që mund ta kthejë mbrapsht dhe mund të bëjë në një moment të dytë një publik i cili nuk e ka vlerësuar shumë, mund ta bëjë për vete. Kaq. Ku është tu tash i gabimi dhe këshilla? Ka nga me dëshirët e saj dhe të...